takson si asnjë qeveri tjetër e planetit 60% të çmimit me të cilën shitet nafta në treg dhe merr në çdo litër naftë 1.1 euro. Lëvizja që pretendon me aksizën është një tallje. Sipas tij, ajo hyn në fuqi kur nafta te i kalon 220 lekë për litër, ndërkohë që përgjysmimi i barrës fiskale i taksave mbi naftën do të ishte rruga e vetme për të ulur çmimin e saj dhe për ta mbajtur atë në nivele të përballueshme nga qytetarët shqiptar. Shkaku i vërtet është vota me 83 mandate krimi mburoj e korrupsionit të Edi Rams, Lubi Ballukut dhe rrethit tij familjar dhe zyrtar. Dhe unë ju garantoj se ky bllokim do bëhet gjithnjë e më i fortë. Para 3 javësh ishin 4 vende ato të cilat bllokuan votimin e raportit IBAR. Me datën 1 prill nuk ishin më 4 vende, por ishin 9 vende, një pjesë e mirë të cilave janë pros zgjerimit të Bashkimit Evropian. Me Edi Ramën integrim nuk ka.